Nesër keni konfirmuar që do të merrni pjesë në takim natyrisht me përfaqësimin e kryetarit. Cila do të jetë kërkesa që PDK do të çojë para? Partia Demokratike e Kosovës vazhdimisht ka qenë konsistente dhe siç u pa edhe nga vendimi i gjykatës kushtetuese, ne kemi pasur të drejtë. Situatat si këto kërkojnë kompromis, kërkojnë bashkëpunim dhe Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk ju ka ikur takimeve. Në takim do të themi po të njëjtat gjëra që i kemi thënë vazhdimisht tash e disa muaj, në politikë dhe në demokraci nuk ka vend për kryenetësi. Duhet të ketë hapësirë për kompromis dhe për bashkëpunim. Ne kemi ofruar alternativa tona, shpresoj që tani lëvizja vetëvendosje të reflektojë. Nëse propozohet me shku në pako, kryetari me në kryetar është janë dy votime të ndara, ju lutem me rregullorën e punës. Kuvendi kryetari i përfaqëson të gjithë, e nën kryetarët e përfaqësojnë vetëm subjektin politik. So zoti Konufca tha që nëse propozohet, nëse bllokojnë opozita kryetarin e kuvendit, njëjtë na mund mi bllokuar edhe në kryetarin e PDK-s, edhe kjo çon jo të mirë. Cili është mendimi juaj? Ky është një lexim të sërish gabuar edhe i rregullorës punës kuvendit edhe kushtetutës së Republikës Kosovës, po e ripërsëris, kryetari i kuvendit e përfaqëson kuvendin, ndërkohë që nën kryetarët i përfaqësojnë subjektet politike. Për atë arsye dhe votimi është i ndarë. Nën kryetarët votohen në pak. Zona Qtaku pak më herët Xhelal Sfeqa tha që është obligative që partitë politike të vinë në takimin e tillë nga kurti. A shihni obligative ftesën e kurtit? Jo, obligative nuk ka asgjë në demokraci, përveç respektimit të kushtetues, ligjit të vendit. Mirëpo ne shkojmë aty për të shprehur gatishmërinë tonë për të zhvotuar situatën e rëndë në të cilën jemi. Kemi shkuar takime më herët, ne jemi konsistent. Asnjëherë nuk ka pasur votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Ka pasur votim të fshehtë dhe ka sipas ligjit për presidentin, për anëtarët e gjykatës kushtetuese, për kryetarin e gjykatës kushtetuese, por nuk ka votim për kryetarin e kuvendit. Dhe kjo ligjur, ndërkohë askush nuk flet se sot është dita ndoshta e fundit kur do duhet të rishikojë buxheti i Kosovës. Dhe ky rishikim nuk mund të bëhet sepse nuk ka as qeveri, as kuvend funksional. Sot kemi të vendeve të rajonit kanë ratifikuar marrëveshjet që i marrin fondet nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian. E vetmja Kosova që nuk ka arrit të marrë as 1 milion euro nga këto fonde. Në të njëjtën kohë, sot përballemi edhe me ngritje të çmimeve të shportës ushqimore, të naftës dhe të energjisë elektrike, ndërkohë nuk ka as qeveri fuqi plot dhe as kuvend funksional që mund t'i adresojë këto çështje. Sa më shumë vonohet ky funksionalizim i kuvendit, aq më të thella kanë më bë pasojat për qytetarët dhe për shpresat për një vend më të mirë. Kua tani është për përgjithësi, nuk është për interesat të ngushta partijake, as për ndonjë kalkulim elektoral edhe personal të ndonjë lideri politik në kuvend. Konsenzusi politik është domosdoshmëri që të dihet nga kjo situatë. Nuk ka hapësirë për kushte edhe vonesa, ndërkohë partitë duhet milon interesat, siç e thash edhe më herët, interesat afar shkurtra dhe për ndonjë interes elektoral edhe personal të ndonjë lideri politik ose të ndonjë partie politike. Kuvendi do të më konstituu, tashmë kemi edhe një gjykim të gjykatës kushtetuese, të cilët duhet të përmbahen në pikëri edhe kryesuesit të Hari, edhe të gjitha partitë politike të tjera parlamentare. Kjo ishte sa i përket pjesës së parë, fjalën e merr Alleni. Pavarësisht do thotë tash fakti që kemi një aktgjykim gjykatës kushtetuese, kriza nuk është juridike, kriza është politike. Prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme që partitë politike të gjejnë një rrugdalje për krizën. Atë vendimi i gjykatës kushtetuese jep një afat kohor për 30 ditësh, por nuk tregon se çka pas atij afati kohor. Prandaj ne si koalicion e organizatave të shoqërisë civile do të vazhdojmë edhe më tutje angazhimin tonë deri në zgjedhjen e kësaj krize, deri në konstituimin e kuvendit dhe zgjedhjen e kryetarit të qeverisë së kuvendit. Ajo që është e rëndësishme po ashtu potencohet e për të mos u përsëritur nga ato që i potencojnë aimin, është që ne aktualisht ndodhemi në një situatë të ndryshime dhe jashtëzakonisht të mëdha në sferën gjeopolitike dhe Kosova nuk ka luks që të vazhdoj të funksionoj pa një qeveri të mirëfillt e pa kuvend funksional. Prandaj ne do të vazhdojmë angazhimin tonë deri në fund, deri në zgjidhjen e kësaj krize dhe shpresojmë, urojmë
që partitë të lënë interesat e tyre anash dhe të fokusohen drejt zgjidhjes që është në interes të komunitës. Se e të shmanë edhe një herë, në përmanë atë që e këmë thënë, konstituimi i govendit është përgjithësi e subjektive e veç pas të vi subjektive do më të ndaja të cilat të jenë valësisi kulturë në përsi të govendit. Në linjë me këto, natyrisht që ne do të vazhdojmë të këtë. Si lëvizje kemi kryer rubrikën tonë, pra kemi ardhur vazhdimisht në secilën prej seancave, kemi marrë pjesë në votim, kemi propozuar kandidatën tonë për kryetarin e vendit, kalimin në votimin e fshat, ka qenë pikërisht në linjë të obligimit tonë si subjekti më i madh fitues i zgjedhjeve që të gjejmë një zgjedhje. Ju e dini që fillimisht ka qenë propozimi për votim të hapur, pas letrës së presidentes e cila kërkoi që vendi vetë të gjejë zgjidhjen, si një mundësi e re, ne kemi propozuar votimin e fshat, ndërkaq partitë tjera nuk kanë marrë pjesë në votim, ndonë do mund të kishin votuar kundër dhe të rrezonin votimin e fshat. Gjykata kushtetuese askund nuk e ka thënë që votimi i fshat është votim kundër kushtetues apo i paduhur, andaj besoj që sa do të ndodhë votim tani kemi edhe një konsultim të fundit të mbajtjes së seancës dhe siç kemi parë edhe kryeministri i Këshillit të Zgjedhjeve tashmë ka dërguar një tekst për kryetarit e partive me shprehje me vullnetit për arritjen e një zëvendësie sociale të partisë. Janë dy mundësi, ose duhet që secila prej subjekteve të votojë propozimet e subjekteve të tjera, për rastin e kryetarit të vendit, dhe ne të votojmë propozimet e subjekteve të tjera të LDP-s të politikës. Ndërkohë, mundësia tjetër është të arrihet në konsensus me të gjitha, pra nuk mund të ketë kuptuar për zgjedhjen e kryetarit se cila është e drejtë i takon lëvizjes, ndërkohë që të ketë mirë kuptim për zgjedhjen e kryetarit. Që do të provozohet për mundësi, janë dy mundësi. E para që ne të pranojmë dhe ne do të përpironim këtë, që të mos ndërhyjmë ne në propozimet dhe zgjedhjet e GDK-s dhe të BDK-s, ashtu si kushtetarët të pranonin kandidatin tonë, por nëse ka hezitime apo kërkesa nga subjekte tjera që të ndërhyjnë në propozimet që i takojnë lëvizjes së vendosjes, atëherë kjo kupton që edhe lëvizja mund të ketë në kontinuitet atë kërkesa për propozimet e subjekte tjera për mësim. Se më thotë që qëndrimi ta me këshilltarët e ka ndërtuar në çimin e Dimin që marrëveshje politike, konsensus, marrëveshje politike të kundër institucionit. Dhe gjithashtu dua të shpreh janë respektin tim për gjykatën konstitucionale e cila pavarësisht gjendjes së vendit, nuk e ka lejuar vetëm të shndrohet nga një institucion i pavarur gjykatës në një parti politike. Gjykata ka ruajtur me rënien dhe strikt rënien e kompetencave të vetë, duke tentuar që në hapësirën e vetë për kompetencët e vetë të jep mesazhe porosi, po jo më shndru një parti politike. Gjykata na tha kështu, një parti politike nuk e shpjegoi procedurat ligjore, ama në fund porosia e gjykatës ashtu si menduar është që konstituimi i kuvendit është tërësisht vendim politik i forcës politike. Dhe nuk mund ne si gjykatë ardhur në rrugë e më bashkuar me ndërtuar marrëveshje politike se është roli i gjykatës. Paka shumë kështu është interpretimi i konstitucionit, nëse interpretohet porosia. Dhe kjo parë në Roma, dhe çka tha që procedurat janë të respektuar, kemi pas kandidatë të propozuar, dhe këtu është dhe që ka qenë dhejë. Partia parë ka respektuar këtë pjesë e procedurës, çështja ka mbetur të mbështetja e votit së mjaftueshme. Dhe vota bëhet si bëhet vota shtesë. Duhet gjatën i vota. Gjatën i vota gjykata e ban apelin e saj, ban thirrje. Uli, bashkëbisedoni, tentojmë një pozicion
konstitucionës ose marrëveshje politike. Dhe çështja ka mbetur këtu ku ka qenë edhe dje. Po zoti Lima, shkoni nesër në takimin e ftuar nga Kurti? Do të shkoni nesër në takimin e ftuar nga zoti Kurti? Sigurisht që po. Është në vazhdim e vizionit. Ndërkohë, po ashtu përmendet faktin që aktgjykimi i gjykatës kushtetuese praktikisht çon mesazh për të gjitha subjektet politike. A i bie kjo që sot mund të reflektojë edhe Nisma? Nisma është ka reflektuar që A do të votoj sot Nisma? A do të marrë pjesë në votim? Kryesuesi atë që do të propozoj si shka bërë që 27 herë. Edhe herë. Marrëveshje politike. Duhet marrëveshje politike, ashtu siç bën në demokracitë e qytetërore, ulën forcat politike, ndërtojnë një marrëveshje politike, marrin disa obligime. Pra ju nuk merrni partneritete. Dhe në këtë drejtim Nisa është e hapur, siç ka qenë prej ditës parë. Prandaj do po them, kjo që kemi është në funksion të asaj që ne kemi paralajmëruar tash 3 muaj që do të bisedohet, dhe besoj që në momentin e fundit që forcat politike të kthehen në tavolinë, se kjo çështje që është mbrapa, ka vetëm një zgjidhje. Zgjidhja është politike, përmes vendimeve politike, e jo përmes rrugëve juridike, sepse kjo çështje juridike është e shpenzuar edhe me vendimin e djeshit të gjykatës. Do të kërkoni që t'jeni kryetar në kuvendin për të dhënë 3 votat, apo do të riheni nga këtë kërkesë? Ne me drejtësi politik, po edhe pres që të gjithë me qenë atë në tavolinë, edhe siç e thamë, ajo që ka qenë që nga viti. Të shumë ka pa interpretimin ndryshëm si në parë të vendimit të gjykatës. Është një vend i mirë që mund të shfrytëzohet dhe përshpicizohet. Vetëm tavolina e se pjesë që në gjërat ato që kemi kërkuar tash në muaj. Po vjen mirë që disa nga kolegët e mirë që kanë reflektuar dhe kanë kuptuar që arti financior dhe fundamenti politikës është bashkëbisedimi dhe marrëveshje. Nesër do shkoni takim zotë. Do shkoni takim me Kurtin. Po jo, këtë më shkuta Jo, si kryetar, do shkoni takim. Është fokusi ta quajë kushtetues edhe ligjor i kuvendit të Republikës së Kosovës. Në mënyra se si është sjell, mënyra se si nuk ka mujt më adresu bashkëpunimin, mirëbesimin me kriju, që përtej 48 deputetëve gjej edhe deputet tjerë që mund të arrijnë një shumicë e konsolituar e cila zgjedh kryetarin e kuvendit dhe lejon mundësinë e krijimit të institucionit të reja të Republikës. Nesër konfirmuar që do të merrni pjesë si parti në takimin e thirrur nga Kurti. Çfarë kërkese do të keni për të shkuar atje, e cila do të jetë ajo çfarë do të çojë të përpara? Kërkesa vetëm është brojtja e përshtatshmërisë dhe ligjshmërisë edhe vullnetit të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne jemi sistem parlamentar, askush nuk mund të udhëheqë me autokraci ose me diktat, sidomos mbi deputetët që nuk i nënshtrohen asnjë lloj detyrimi dhe i përgjigjet vetëm qytetarëve, votuesve dhe subjekteve të tjerë. A keni qartë çka ndodh nëse në 30 ditë nga caktimi i gjykatës kushtetuese nuk konstituohet kuvendi? Cila është pasoja? Nuk do dëshironim që ketë humbje kohe me tutje, qytetarët kanë humbur shumë. Kjo blokadë, kjo ngjarje shkapja e institucioneve, dami që është i vënë në aspektin ekonomik, humbja e fondeve, to e kanë një adresë, kjo adresë e zonë të Kurti edhe ballafaqimi i tij, me thënë në vetës sa më realitetin e ri pas zgjedhjeve të mëndshme. Se propozohet votimi në paku i kryetarit me 9 kryetar, siç u dha si ide nga vendosja sot, a do të ishit pro? Po shkelje rregullore së kuvendit dhe shkelje kushtetuese mund të vinë diçka pa e pas një interpretim, sepse atëherë do hem shkelës për shkak të një dëshire të dikujt tjetër. Në kryetarët janë procesin tonë, kjo është kryesia e kuvendit, ne dëshirojmë të quajmë bajarën kryetar për kryesia e kuvendit dhe i takon edhe një farë mandati administrativ më shumë se sa politik, se pjesa politike, burimi politik është nga grupet parlamentare dhe nga deputetët që bëjnë numrin e 120 deputetë. Megjithatë, zoni Haxhiu sikur ju sfidoi që deputetët e partive tjera në këtë rast ish opozitare, thotë që nëse votohet, vazhdohet me votim të fshehtë, nuk i marr 61 vota, unë do të tërhiqem nga gara. Deputetja Haxhiu nuk i ka marrë 61 vota në disa votime ose në disa rëndë. Pra po e them, ajo nuk i ka marrë, disa herë ka dështuar emri i saj si e propozuar nga lëvizja dhe vendosje. Tash ne nuk mund të bëjmë këto teste dhe nuk mund të bëjmë lojë fjalësh. Ne kërkojmë zgjidhje dhe zgjidhja na takon në atë që tash është edhe e shkruar si vendim i gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës. Faleminderit.